Përçarje në LDK. Pas marrëveshjes në Vushtre, Tahiri bashkohet me VV-n, reagime të ashpra nga Hazire Abdigjiku. Një zhvillim i bujshëm politik ka përfshirë dje komunën e Vushtres. Pavarësisht kundërshtimit të hapur nga Lidhja Demokratike e Kosovës në nivel qendror, Xhafer Tahiri, kryetari i degës së LDK-s në Vushtre dhe kandidat për kryetar, ka nënshkruar koalicion me lëvizjen vetëvendosje për ta përkrahur kandidatin Sulejman Mehollin në balotazh kundër PDK-s. Në një veprim që shihet si sfidues ndaj qëndrimit të partisë, Tahiri publikoi një fotografi me asamblesët e LDK-s, duke theksuar se marrëveshja me VV-n është me konsensus të plot dhe përkushtim të përbashkët. Por reagimet nuk munguan. Nën kryetari i LDK-s Lutfi Hazire cilsoi këtë lëvizje si të papranueshme dhe në kundërshtim me politikat e partisë. Ai shtoi se edhe në këtë rast Albin Kurti po ndjek metodën e përçarjes politike, duke theksuar se kjo mënyrë veprimi po përsëritet në disa komuna. Ndërkohë, dy asambleistët të LDK-s në Vushtre, Leonora Gërguri dhe Ngentiana Rama, janë distancuar publikisht nga marrëveshja. Ato thanë se shprehin distancimin tonë të plot nga çdo marrëveshje e bërë pa miratim dhe pa koordinimin e organeve qendrore të LDK-s. Ndërkohë, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka reaguar përmes Facebook-u duke thënë se për punët brenda shtëpisë do të ketë rënd dhe me kohë gjithçka dhe se tani kemi punë më të mençura. Ky veprim i Tahirit pritet të ndezë më tej debatet brenda LDK-s, ndërsa Ushtria mbetet një nga komunat më të përfolura të këtij balotazhi.